Dhe ja ku jemi te rubrika Magjikeve të vegjël, aty ku çdo herë na falet shumë dashni, shumë energji pozitive, shumë energji optimiste për të ardhmen, fëmijë të cilët flasin për veten e tyre, për talentet e tyre, për ëndrat e tyre, por fëmijë të cilët kanë mbështetjen e prindërve, mësimdhënësve që t'i ndjekin ato ëndra. Një të tillë e kam edhe sot, është Hana Abazi, e cila ka ardhur na fol për pasionin e saj për baletin dhe jo vetëm, artin në përgjithësi. Hana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që ke ardhur në emision tonë. Faleminderit që më ftuat. Është shumë kënaqësi që ke ardhur, edhe unë kam dëgjuar shumë fjalë të mira për ty, Hana, edhe u gëzova shumë që ke pranuar me ardhur në studion time. Faleminderit. Hana, unë e thash që ti ke pasion baletin. Pjanisim prej baletit fillimisht. Ti je një 8 vjeçare, apo? Po. Shkollë shkon me rregull, por baletin e ki pasion prej moshës 4 vjeçare. Po. A më tregon kur ke fillu, a e mban mend momentet kur ke fillu baletin, apo të kujtohet pak ma mjegull ashtu? Nuk e mbaj mend. Nuk e mban mend. A ka qenë baleti që të ka dërgu mami me provu, apo prej e vogël ke pas shumë qef baletin? Kështë atë unë e kom provu, i kom pas 3 vjetë, kom provu atë kështë me buta balet, edhe mami dhe bobe kam po që kom talent baletit, dhe atë kanë shku kështë të mësusja e baletit, që ka emrin Vlora Prizreni, që është shumë e mirë dhe e sjellshme. E përshëndesim shumë. Po, dhe aty ke fillu. Edhe aty kom fillu, tani kur ka përfundu ora, i ka mësusja Vlora, i ka treguar mamit që unë kam shumë talent baletit. Dhe pej 4 vjeçorës vazhdoj ta shalo. Tash përveç që ki talent edhe tash e mbon mend, se nuk e mbon mend nashta ditët e para, por kur i ke bo 5 vjeç, ja ke nisë me dash baletin, me blej gjana për baletin, Po. tash edhe e don baletin. Po, tash e du me gjithë zemër. E don me gjithë zemër.